vinë në Shqipëri Ramush Haradinaj nuk janë të Albin Kurtit. E po t'ishin të ishë shumë nderuar. Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini edhe në analizë. Ja pra veç mas një javë që kom rrinë në Kosovë, nuk isha kohë të bëj video, e episodit do vazhdoj prapë si më parë. Kështu që shkojnë e në radhës Ramush Haradinaj, edhe një gazetar nga Shqipëria. Gazetara, politikan nuk për njaf, emne paska Mitat Havari, nuk për di kush është, amo e paska kritikur Ramushin, bravo i koftë. Ramush, sa artë këna thamë në bablok, kur nuk e njef historinë, kur nuk din, mos hin në malë pas patë se zba në burë. Për beth nuk bënë se marë. Edhe kur e ki vetë, bishtën e të zonë me saki që i shtojnë, mos e vlasës jetë në ta. Po miq, shkojmë të dëgjojmë i lutëme, të diskutojmë së bashku. Se është një nga figura më të ndershme në Kosovë, Ramush u sfiton me ndershmëri e tij. Nuk vjet Ramush, nuk vjet popullin e vet. Albin Kurti. Nuk vjet administrata e tij. Ramush. Këtu me që dashe plotësisht me vend po fol me tati. Ramush, gjeni mësu me vjetë dhe bablok. Me thonë me keshare, po e keni bo. Kështu që nuk mund është i me dale me kritiku Albin Kurtin në Shqipëni, e me thonë këj popull që me vjen është i Albin Kurtit. Ma mëre burë se leja pak njerë veti, më sëp njerë në krejtë o burë. Se në duka gjinë ka njerës me njerë o burë. Më qa veti njerë në Ramush, Ramba, që është dush. Më se fendo popullin 1% popullit, më se fendo o Ramush, që si avlen, që s'pa fiton kur gjo, për sytë balet. Po të jeti ma mirë. Shkujna mi që ndëgjëm i lutëm, qëfar i ka thonë. As ministra, as vëns kryeministra, po punon me nder për popullin tuaj. Këtu vi nacionalistët, Ramush, ata që thash më sipër, bijtë e tyre, së riprit. Ata nëson dhe qylavin se labëria që ka vutur luftë e klaseve dhe fshati im, Dukati, që kishte emblemin e ballit kombëtar, bilet doli. Dukat, Lazarat, Bozhigrad, 3 fshatra, simbol të ballit kombëtar. Nuk e kanë vënë qylavin Ramush. O, mitat, o, më që të rakon se Ramush se të këto histori o burë. Këve që hi në malë pasakic, ose pas pat, për bes politikanat tonë, të opozitës, nuk e din historinë o burë. As që intereson fare, intereson vetëm interesi i vetë personal, për këtë arsye nuk e din. Se politikanat tonë, opozitës, nuk e intereson e armja, intereson me majtë e shkumja që në konë, se aty ka përfitu. E ta shkuja ka bu kështu, i ka ndalu këto, normal që kritikujnë, e shajnë, e ofendojnë, ama e kanë shumë gabim. Plotësisht pajtona me ty, mitate. Shkojnë amiq? Se ish pastroj trurin, diktatura 26 vjet i terrorizoi, kurse kosovarët trima të pesës e solën këtu qylapin dhe janë bashkë Ramush. Goa Ramush Haradinaj se ti se këti këtë histori. Goa fort mirë. Ma që të ndëgjojsh, ta një dil jep në farë deklarate. Sepse nuk bon kështu. Dhe këtu humbë në këtë moment. Pisi Mitat Frashit, nga Frashi Përmedrit nga jugu, dhe qylafi Veriut, janë bashkë Ramush. Se dhe Skënderbeu 500 vjet më parë Ramush, e mori grua nga Kanina, Donikën. Për lidhje, Veriut, edhe Ismail Qemali Ramush, që vindi plamurën në Vlorë. Mori sa buletinët e të tjerë përfaqësues në shpallin e pavarësisë. Pse Ramush? Lidhja. Nuk din me tregu, o nderuar, o mitat, Ramush s'din me tregu këto abur. As që intereson, Ramush e këqyr interesën e vetë. Sigurat atjertë. Si intereson ti në abur kjo farë historie. Sepse
mi pas interesu, se kishë thonë qakorin, mi pas interesu i ndërun, si kishë falë ka 50 milion, mi thonë për qef për japi, mi pas interesu si kishë falë ka 200.000 euro për filma, e ka 40 milion tjera, e tokë Kosove, se ku ta dione. Jo, zotë imitati, këti si interesoj të sene. Ty falmer shumë mirë që i ke bu këtë video, respekt për ty, ama kujna? Kujna? Jo, shkujna me të miqë. Ti nuk e përshan dot. E të të vitë turp, që ke zirë nga goja. Të të vitë shumë turp. Që jo të pasurin që ke? O, s'ka tërë për besë. Ramushin nuk ka tërë fare, heq absolut. Thuj qka të dush, bërë qka të dush, kritikohet qka të dush, këj fare problem se ka të mund. Veç a mundet me marë. 5 pare se jep këj pra të mund. Jo Ramushi, po komplet opozita. Për keqardhje, për fat keq, kështu është. Këtë të këshilloj unë, mos u përfshi në hallet e popullit shqiptar. Se s'ke fajti Ramush. Po të ishte këtu Shqiptar, trego me mira i miku, në Gjirokastra, që të nëzite qumshtin e nënës, të të mbyste. Durim Bentini nga Kanina, që kam patë në Elbastanon. Hetues, i 2 vëllezër kosovar me mirë gash, që kam shruar në libër mes 2 epokash. I mbyste këtu Ramush, u vëzëdorën të pyti. Mi që dashë që të historiu se pasan në gjuas në ere. Shkur të dhe gjojës bashkë e lutë? Amiq të Shqipërisë. Harrojeni Ramush Haradinaj, histori të fusi këtu vravrasje. Harrojeni nuk ndodh kur. Edhe Sali Berisha nga tropoja, nga krajina juaj, andeja duka gjinë tentojnë në të shtatën. Jo, unë e pajtona plotësish me ty imitati. Jo Ramushi, po s'ka birë nënët që mund nga përqanë, Kosove, Shqipëri, Maqedoni, Shqiptarin. Sa dojnë të alet flasin, i ndërum. Sa dojnë let vjedhin, sa dojnë let shpifin, po neve s'mund nga përqanë kërkush, ne jemi një. Një për gjithë e gjithë për një. Hajnat në burg, kriminalat në burg, se s'kanë vend dikun tjetër. Zullumqartë në burg, se s'kanë dikun tjetër vend. Kjo është Ramush lakmia, sepse këm bo video më herët, këm thonë Ramush dil në ushtri o burë, le anin, le lakmin, le këto shtimje, jo Albini, Sërbis, jo kështu janë atona. Në atë moment që ti thu Albini, Sërbis, ti po në bënë tonë në 50%, 50% i poplit, po në bënë sërbë, dëshmetar të turp, me të vërtet. Shko burë pensionoh, haqë ato që a i ke vjedhë. Apo shko në ustri, mësoj shtartë. Po lej këto burë pastro vetën, vjen era njëri, se përbes është keq, po të vjen era së tërf prej hajnis, e prej mashtrime, e prej shpifjeve. S'po në burë, turp. Shko në miq? Të përqande vëllezit, nuk i shkoj banditit komunist, që po turprojët beqëri, i dolidosi me 500, pache, akuza për vjedhjen e popullit shqiptar. Salim. Me kaq po e mbyllë të Ramush. Bën mirë të heshësh, të sodisësh, po jo të hedhësh helmin, se nuk e gjen do terrenin, se ka atu, bura, pas e gjitha dhe atjen, pas me gjithë do të mua, se ka dhe të tjerë si punë. Bravo. E njëta Ramush si s'po të thomone. Musë më gjithë me popull, musë i kap me popull, musë i ofendo popull në burë. Sa e popull që i ka shku Shqipëri, nuk është veç i Albinit, është i Kosovës, është i Shqipërisë. Kur ne kemi pas nevoj për luftë, ata kanë ardhë. Kur ata kanë pas, ne kemi shku. Musë mëno me shpërnda popullin, me nda popullin. Ora më Haradinaj se s'ka hije. Nuk t'ka hije o burë. Tani ju jeni ata që po thoni për përqanë Albin kur t'i popullin. Jo. Musë më përqanë kërkush. Unë edhe që po të kritikojnë prapë të respektoj. Pa tjetër, bi gjitha jem shqiptarë. Politikën e lëmë anësh.
po nuk bën me përqa, nuk bën me rajt, nuk bën me gëny, nuk bën me shti, nuk bën me shpif, vetëm për vota mu bo deputeta, presidenta, kryeminista, çka dush. E poka jote e ajnis kam baru o Ramush Haradinaj. E thoqet e tjetër, ti. U zgju popli pe gjumë, o Ramush. Nuk kanë gjumë. U zgju. Falimner Zotit. Kështu që jone, Ramush, përshëndes me këtë video, e inshallah, bëhat mirë. Mirë të dashur, Zoti i rujt, ju përshëndes nga Kosova, në Shqiponje, Shqiptaris, respekt e mirëpofshëm.